kuptu, unë kam thonë, kam lëvu për arsimtarën me pas një mirënjohje, jo për vete. Atëherë kisha fillu me çmimin e shkollës mesme, dhe është historia interesante se si e kam marrë. Isha në përfundim të shkollës mesme dhe unë te drejtoria e arsimit vazhdoja me fol ende për impaktin që ka pas ajo mësimdhënëse tek unë dhe se sa e rëndësishme është dhe thesha që e meriton një mirënjohje. Kam insistu shumë dhe drejtoresha e arsimit në Lipjan atëherë e dërgoi një mirënjohje te arsimtarja Merit. Rrugës duke u kthy vesh me ftojnë zyre, edhe kur po ma dhuron këtë mirënjohje si nxënësja më e veçantë në Lipjan e gjeneratës tem, unë u habita edhe thash mos ke këtë kuptu, unë kam thonë, kam lëvu për arsimtarën me pas një mirënjohje, jo për vete. Më tha, unë e kom pas motin mendje, vetëm se e kam prit kohën, do më thonë përfundimi i shkollës mesme, nxënëse shumë e veçantë në shkollën e mesme, Lipjan. Çmimi i dytë që po du me tregu është kurora e suksesit. Ky është çmim shumë i rëndësishëm, është nda nga zyra e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Dhe kjo është nda kurora e suksesit, do më thonë për sukseset e mia, si nxënëse ende minorene kam qenë. Çmimi i tretë që po e ndaj me juve është çmimi Harmony Hero Award. Kjo është ndarë nga organizata Rajko, e cila punon në Kosovë, në bashkëpunim me ambasadën gjermane. Ky çmim e ka pothuajse vlerën e ka temën e njëjtë, domethënë njerëzit që punojnë për harmoni, paqe dhe bashkëpunim mes njerëzve, siç kam punu unë, e ndajnë me njerëz të veçantë. Dhe kjo është e fundit, e kam marrë para disa muajve, jo shumë larg, është nga kryetari aktual i komunës së Lipjanit, Imre Ahmeti, dhe kjo është nda për aktivizmin tim dhe mos qëndrimin e heshtje asnjëherë. Çka tutje merri me Guliqi? Sapo i kam përfundu studimet bachelor në psikologji në Universitetin e Prishtinës, tani jam edhe studente e nivelit master në psikologji shkollore dhe edukim. Synoj që për pak vite pas përfundimit të masterit me u bë profesoresh në shkollat mesme për psikologji, lëndën ku unë e kam studiu, fushën ku e kam studiu, dhe me marrë mësim nga modeli im dhe me qenë një profesoresh shumë e mirë. Për fund, a mundesh me na dhënë një mesazh për krejt trit e komuniteteve jo shumicë se qysh me arrit me u kanë të integrum në shoqni edhe qysh me ja dalë si kur te që ja ke dalë që sot i ki 4 libra të votum e këto çmime. Unë për fëmijët e komuniteteve pakic kisha thonë që mos pranoni gjithçka që ju ofrohet e servohet. Nëse ato nuk janë adekuate dhe të merituara për ju, mendoni jashtë kutisë dhe punoni sepse i bindni njerëzit që ju nuk e meritoni me qenë në atë mënyrë dhe në atë pozitë. Kurse për të tjerët e cilët nuk i takojnë diskriminimet dhe dallimet për shkak të etnisë së tyre, punoni, jeni të lirë, vlerësoheni. Një ditë vlerësoheni, unë jam shumë e sigurt për këtë. Dhe nëse nuk besoni, vetë shikoni shembullin që e keni përpara dhe punoni. Unë jam kandidate për Asamblenë Komunale në Lipjan dhe besoj që përgatitja jam akademike më bën ideale për me u zgjedh në Asamblenë Komunale në Lipjan. Dhe unë i kam mendu 3 pika në të cilat kisha pas qef me u fokusu ma shumë. Unë e besoj shumë se e ardhmja e ndritur për një komunitet, tash nuk ka lidhje shqiptar, komunitet pakicët e tjerë, është kur e kanë fokusin në arsim të mirë. Dhe tash ne kemi shumë fëmijë të cilët e braktisin shkollën për arsye nga më të ndryshme. Ndoshta nuk është faji tyne, ndoshta janë mësu që pas klasës 9 ata nuk do të më vazhdu, ndoshta janë mësu që pas shkollës mesme nuk do të më vazhdu, ose shkaku që po janë fond, ose nuk po kanë shoqëri nuk do të më vazhdu. Kështu që unë me programin tim kisha punu shumë që secili fëmijë me qenë i integruar në mësim cilësor, sepse ardhmja patjetër do të jetë e ndritur pastaj.